Po, ju e thatë pak më herët që Lockheed Martin, që është kompania e madhe e prodhimit të avionëve, Boeingi, kompania juaj bashkëpunon me këto. Dhe çfarë prodhimesh i ofroni kompanive vetëm avionëve civil apo dhe luftarak? Po, do me tha, ne punojmë ata, veç me mund pak të zgjeroj këtu se me Lockheed Martin ne punojmë me Boeing, do me tha, firma janë merë pjesë, ti thësh, përrefërsisht 80% e punës që kemi në të firma është në industrinë e aerospace and defense, si që thënë këtu në Amerikë. Do me tha, mund të jetë edhe për civile, por edhe mund të jetë për mbrojtje në Amerikë, do me tha, për defense. Përveç asaj, kemi edhe punë me firma tjerë të njohur në automotive, si për shembull ne kemi Tesla, ne kemi një prej klientëve më të mirë në automotive, kemi me Fordin, por kemi edhe me traktorët të mëdhenj me firmën e John Deere. Do me thënë, ne mund të gjendena në për shumë industri dhe në për shumë firma. Dhe produktet tonë që i ofrojmë pikërisht janë këto sensorët, janë këto kompjuterët e mëdhenja, por ata i përdorin për testime, si shtaj vetë, mund të jenë avionet publike apo commercial, si që thënë në Amerikë, por mund të jetë edhe për mbrojtjen brenda në Amerikë. Po për Teslën ofroni të njëjtët pajisje elektronike, kompjuter që monitoron apo që teston, po themi, është kompjuter që vendosen brenda apo janë makineri që thjesht testohen para se të dalin në treg? Jo, ne kemi edhe produkte që mund të vendosen, më fal pak që të kuptoj pjetjen. Këta janë në fazën para se të dalin në treg, por kemi produkte që mund të lidhen tek veturat e Teslas, shembull e lidhin dhe nuk di nëse i shihni ato në për reklama kur i bëjnë ato testet kur me ato test dummy thojmë. Po, produktet tanë vendohen aty brenda në ato veturat dhe bëjnë testet dhe shohin se çfarë ndodh kur do t'i bëjnë ata përplasjet. Do me thënë, juve, kompania juaj matë goditjet, sa është forca e goditjes, dëmi që mund shkaktohen, pasojat që mund sjellin e gjitha. Po, edhe forcën, mund të masë edhe forcën, një pimatjeve janë edhe forcat, po.